Maqedonia e Veriut po bëhet shteti i parë në botë ku gjykata kushtetuese shkel rendin kushtetues, del në kundërshtim me kushtetutën si aktin më të lartë juridik dhe në kundërshtim me vendimin që e ka sjellë vetë paraprakisht. Kështu akuzuan nga Aleanca Kombëtare për Integrim, duke komentuar vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, e cila i dha të drejtë qeverisë që të ulë numrin e këshilltarëve në disa komuna. E gjithë kjo po bëhet duke shkelur të drejtat dhe lirit elementare të qytetarëve, në këtë rast të shqiptarëve si bashkësia e dytë etnike më e madhe në vend. Vendimi i fundit për të refuzuar kërkesën për shqyrtimin e kushtetueshmërisë së vendimit të qeverisë për uljen e numrit të këshilltarëve në komunat shqiptare është antikushtetues, në kundërshtim me ligjin për vetëqeverisje lokale Neni 34 dhe në kundërshtim me vendimin paraprak të kësaj gjykate, e cila vetë e kishte shpallur njëherë si antikushtetues vendimin e qeverisë për të fshirë mërgatën nga numri i përgjithshëm i popullsisë. Si pasojë e këtij vendimi, sot komunat e banuara me shqiptar do të kenë dukshëm më pak këshilltar se sa kanë pasur deri më tani. Edhe atë, Struga, Kërçova, Vrapçishti, Zhelina dhe Tearca nga 4 këshilltar më pak, ndërsa komuna e Gostivarit me 8 këshilltar më pak. Me vendimin e qeverisë, shqiptarët dhe komunat e banuara kryesisht me shqiptar kanë edhe pasoja ekonomike dhe financiare. Nga ndarja e kredisë hungareze, komunat shqiptare kanë humbur 8.4 milion euro, ndërsa nga shpërndarja e TVSH-s, ku njëri nga 3 kriteret është numri i popullsisë, komunat shqiptare humbin nga qindra mijëra deri në miliona euro për çdo muaj. Sipas Aleancës Kombëtare për Integrim, ky veprim është i ngjashëm me fushatën e Serbisë për pasivizimin e adresave në luginën e Preshevës. Ku e ka burimin ky vendim dhe kjo fushatë antishqiptare? Mos vallë, edhe ky është një projekt i botës serbe i ngjashëm me fushatën e Serbisë për pasivizimin e adresave në luginën e Preshevës. Dje u fshi diaspora shqiptare nga numri i përgjithshëm i popullsisë. Sot u ul numri i këshilltarëve shqiptar. Mos vallë, nesër do t'ja merrni diasporës edhe të drejtën e votës. Për kësaj qeverie monoetnike dhe me vazal shqiptar, pritet çdo gjë. Ndryshe, gjykata kushtetuese me shumicë votash i hodhi poshtë iniciativat e dorëzuara nga Skender Rexhepi, Kenan Ali, por edhe deputetët e Frontit, Sali Mura dhe Blerim Bexheti, të cilët kontestojnë vendimin qeveritar për ndryshimin e numrit të këshilltarëve në 17 komuna. Vendimit për të mos hapur procedurë i parapriu një debat i ashpër mes gjyqtarëve.